Kjo vajza pyet thot, unë e du një djalë shumë, po ai mu, her më dë, e her jo. S'di që kam me ba, kina ide, po kam ide. Ik prej ti, largo prej ti, mëse lejo me lujt, gjithkush me ndjenjat e tua. Ndoshta dhe e ke nis me haram këtë lidhje, jetu e vazhdu pa dijet prindrëve, edhe ai po lun me ty. Shumë normal është. Kur gjajnë meshkujt lujnë, unë e kam këtë ide. Nisi me halal. Nisi në atë formë që Allah është i knaqën edhe që është kam su feja. Jo më sheftas mas shpinës babës edhe nanës tane. Nëse të ka shkru një djalë, kallëzaj babës nanës. Le të intereson kush është aj, kush është familja ati. Nëse shifët që përshtateni, i përqenin një tjetër, bani për hajrë fejesën. Pastaj, një kohë të shkurt edhe martohu. Mas rrit poshtë e naltë, po mdo, s'po mdo, sot po mdo, nesër s'po mdo. Sigur se me qenë këto muhabete hajgare. Ik prej këti tipi, se mund t'jetë shfrytzues. Bëhuni krenare me dinin, me moralin, me ftyrën, me nderin e juj. Sa ma lirë që shiteni, qash ma të pagreshme bëheni. E besimtarja vetëm pranon diçka me halal, kur mos me shku mas haramit. Allahu na përmirësoft.